Kjo kryevepër këtu është inspiru do të ne kapele nga ca burrat fort kombit shqiptar. Edhe ndilë tu mos mlejnë dilë burë, se është muhabeti shumë serios të shi. Edhe këta njerëz që më kanë inspiru mu për t'ideu këtë dhe për t'a bojë një djalë shumë i talentuar nga Elbasani, unë do t'i lexoj emrat hera parë që dalë me letër, se është momenti shumë solem për të lexuar emrat e këtyre që më kanë inspiru mu, që janë nga burrat më të mençur të kombit, nga kritizerët më të mëdhenj dhe nga analistat më të mëdhenj. I pari fillon, erdhën mizët para sa të lexoj emrat, Andi Bushati. I dyti është Fatos Lubonja. I treti është Armand Shullaku. I katri është Qim Peka. I pesti është Kim Nesho. Tu më bënë cop mizët. I katri është nalmadhnia ti Fariu, Fari Balliu. I pesti është Ytfi, Ytfi Dervishi. Dhe i teti është miku im, ja mor shatikat që është shumë seksi këto ditë të funit, Alfred Lela. Miqtë e mi, kjo vepër e mrekullueshme inspiruar nga këta burra të mëdhenj kombit shqiptar, unë do ta titulloj Diktatori. Shikojeni, Diktatori. Dhe ftoj sot masdite që të gjithë që të vinë këtu, këta burra të mëdhenj, bashkë me disa tjerë, që ne të bëjmë një diskutim të hapur dhe të japim një opinion për këtë vepër të fundit që po vendoset mund zemër të Fishësitit. Përshëndetje miq, me datë 1 qershor 1000 apo 2000. Sa është valla? Ha? Përshëndetje miq. Përshëndetje miq, nga kjo e diel 1 qershor 2025. E diel.